u bë një vit që kur Adnan Muleci dha frymën e fundit. Edhe pas kaq kohësh, nuk ka një verdikt final nga drejtësia. Familja vazhdon e ende të dyerve të prokurorisë themelore në Pej, ashtu siç vazhdon të akuzoj kirurgun Bujar Vrella se faji mbetet kryekput i tij. Erdoganin me nxezë dhe pisojmë doktor, ka villë dhe temperaturë ka pos. Gjithçka në rregull, e mu rekontrolloj. Ju kom lutë shumë doktor Lulëzimit me dërgu në Shkop, se do më thonë u duke me dërgu në Prishtinë për me marrë një nënshkrim prej Prishtinës për me dërgu në Shkop. Thash doktor të lutem se ja kemi bo vendin, thash po më duhet vetëm një nënshkrim, thash edhe me qka mëj ma shpejt që është e mujtëm, thash po du me dërgu. Tha po më vjen tha shumë keq, tha po Adnani ju ka gjendjen shumë keqe, tha une nuk guxojnë këtë gjendje me liru pacientin. Para më shumë se 7 muajsh, Kiks Kosova transmetoi hulumtimin lidhur me vdekjen e Adnan Mulecit dhe babait të tij. 31 vjeçari nga Peja, në këmbë të veta kishte shkuar deri në spitalin e Pejës për të hyrë në operacion. Askujt nuk ja merrte mendja që vetëm brenda 5 ditësh, ai do kthehej në arkivol në shtëpinë ku lindi e u rrit. Për disa ditë, gjaku i tij u helmua dhe ai vdiq nga shoku septik. Beogradi menja na kanë kthy përgjigje negative. Na kanë thënë se nuk mundem me pranu me këtë gjendje, duhet mu vazhdu trajtimi në vendin ku është. Pruni që ato që ja kish hek, sa shku doktor, ma pas ke mby djallin. Jo, tha u lu bashkë, unë e kom pas shumë klasës, tha. U lu, tha se ti s'dim kur gjohë, tha i kish pas hemoroide, kish pas gjakderdhje. Qysh më thash, doktor ka pas, thash unë kur e kom pas djallin shpe, unë e kom jetu me djallin, thash veç pak bruhi ka dhimbte dhe jo ashtu dhimbte mëdhaja. Jo, unë jam i paga busha. Edhe vetëm e ka hap derën, u largu edhe na ka bo. Po më vjen tha shumë keq, thëna që një orë, tha, jemi të e pulpu, po prap nuk na theki që ka ndru jetë, tha, unë prap du më mundu, prap, tha, po më vjen tha shumë keq, tha, po zemra i pushoj. Më thunë ka qenë, lojmi ma i keq që e ku marrë ndë një teme, edhe që nuk e ku më prit asni. Qershori vetëm sa u athelloi edhe një herë më shumë dhimbjen familjes Muleci. Sot një vit më pas, e motra Marigona thot se dhimbja e malli për Adnanin vetëm sa shkon e shtohet. Dhimbja ende është e fresket, shtohet çdo ditë më shumë, malli shtohet çdo ditë më shumë, të mungon çdo sekond, të mungojnë fjalët e Adnanit, të mungojnë buzëqeshja e tij. Ndonjëherë besoj që më duket halos ju ëndër, më duket që është diku, që prap ka mort, po kur e mendoj pjesën tjetër që ku është, atëherë çdo gjë kthehet si ditën e parë. Humbja e vëllaut e pastaj edhe vdekja e babait, Marigona thot se ua bën të përjetonin vitin më të vështirë të jetës. Jeta atyre u kthye në zi të përjetshme. Nuk mund të hanë e të pinë, të qohen nga gjumi, e të shtrihen në mbrëmje pa menduar për atë që ishte gëzimi i shtëpisë. Mund të them se ka qenë viti më i vështirë i jetës. Si për nonën, si për motrat, pastaj edhe një gjithë që mbas 2 muajve ndodhi tragjedia edhe me babin. Ka qenë një vit që ndoshta dikush e mendon që është një vit shumë i gjatë, por për ne besoj që gjithçka është kthy në përvjetorin Adnani, gjithçka është kthy si ditën e parë.
mes dhimbjes. Ajo që ka Marigonën, motrat e të ëmën po i rëndon edhe më tepër, është neglizhimi institucional. Marigona në rrëfimin e saj për Kiks Kosovën ka thënë se nuk po mund ta kuptoj prokurorinë kur po i thonë se nuk ka prova për më tutje. Nuk e kuptoj që pas gjithë atij dokumentacioni mjekësor ende nuk kam prova të mjaftueshme. Ka fakte domethënë që ka qenë së pari diagnoza e gabuar nga ana e doktorit, trajtimi jo i duhur për Adnanin. Domethënë krejt kjo ka qenë neglizhencë nga ana e doktorit. Nuk e di deri kur këto domethënë do quhen të pamjaftueshme, dhimbja jonë e vërteta, deklaratat tona gjitha janë të pamjaftueshme. Sipas saj, prova më të mëdha se kaq nuk mund të kërkojnë. Ajo përmend deklaratën e kirurgut Lulzim Salihu, i cili pranoi Adnan Mulecin në ÇKUK në një gjendje të rënduar nga spitali i Pejës. Sa e kom lexuar deklaratën e doktorit Lulzim Salihu, domethënë aty është gjithçka që mundet me marrë masa prokuroria. Gjithçka është e shpjeguar shumë mirë nga doktori, që domethënë Adnani krejt kjo që ju ka kriju ka ndodhur për shkak të heqjes së zurrës së trash, për shkak të performimit të kolestomës. Kolestoma domethënë o vendos në mënyrën e gabuar. Edhe gjithçka ka ndodhur prej rrjedhjes së kolestomës, Adnani ka fituar sepsen. Domethënë është shumë mirë prej anës së doktorit Lulzim Salihut e shpjeguar gjendja qysh ai ka pranuar Adnanin në Prishtinë me gjendje me shok septik, në gjendje shumë të rëndë. Neglizhenca e kirurgut Pejan, të cilin rastisën ta kenë edhe fëqinj të afërt, e bën të pafalshëm gabimin e tij. Marigona sjell në kujtim të gjitha thirrjet që ju bën doktorit, duke i treguar për gjendjen e vëllaut gjatë qëndrimit të tij në Pejë dhe përgjigjet e tij, siç thot ajo, plot arrogancë, duke ju thënë se kështu duhet të jetë dhe se nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Normal që gabimet ekzistojnë. Çdo person gabon, çdo mjek gabon. Thjesht na vret ajo neglizhenca që ka bu doktori, se domethënë krikun kom tentu me bisedu me doktorin, krikun ma ka pu se shumë po bën panik, nuk është kur gjendja është stabile, edhe domethënë Adnani nuk e ka pas kujdesin heqen në spital. Familja Mulecit, të cilët mbetën pa dy burrat e shtëpisë, friksohen se zvarritja e rastit po bëhet për ta shpëtuar kirurgun Bujar Vrella. Madje ajo thot se fuqia e tij si mjek mund të bëjë që në një farforme të zbehen provat dhe të dali pafajshëm nga gjithë kjo situatë. Neve që po na dha më shumë është se ai është doktor, ndoshta fuqia e tij e bën që me ushty, domethënë edhe procese gjyqësore, edhe faktet më mbulu edhe gjithçka tjetër, edhe pse kam besim te prokuroria, po thjesht nuk po i besoj doktorit. Secili doktor që i bën ato ekspertizat që kanë për detyrë mi bu, janë mbrojtje doktorit. Ndoshta edhe këto po e bën që procesin me zgjat pak më shumë, edhe domethënë mos me pas faktet mjaftueshme. Krejt familja po kërkon është drejtësia. Në një situatë kur Adnani vdiq e më pas nga mërzia e madhe ju vdiq edhe babai, Marigona ka thënë se nuk duan të ketë fëmijë të rinj e qytetarë të tjerë të këtij vendi, viktima të kirurgut Bujar Vrella. Ne dim që gjithkush gabon, edhe nuk jemi për hakmarrje, nuk jemi as për mëshirë, thjesht po kërkojmë vetëm drejtësi, që vërteta të dalë e mos të psujnë edhe familje tjera ato që kemi psuna. Thjesht nuk du që edhe një fëmijë, sa Adnani ka qenë ende fëmijë, nuk du që edhe një fëmijë tjetër të përjetoj të humbi jetën nga neglizhenca e doktorit. Marigona ndon se në një mërzi teje të madhe, kur krejt ka shen në fytyrën e saj është dhimbja, lotët, zhgënjimi, malli i pashtershëm. Vazhdon të thotë se zëri i saj do të dëgjohet gjithmonë, derisa të bie drejtësia në vend. Madje Marigona ka thënë se në qoftë se procesi gjyqësor do të vazhdojë të zvarritet, ata do të kërkojnë ekspertiza ndërkombëtare lidhur me rastin e vëllait të tyre. E kom pa Adnanin të luftu mes jetës edhe vdekjes. Adnani ka qenë shumë i fortë, e ka dashur shumë jetën.
edhe jam deklaru që nuk ndalna deri sa zëri i Adnanit të dëgjohet përmes zërit tim. Nuk kërkoj asgjë tjetër përveç drejtësisë. Adnani e ka meritu edhe ka me luftu deri në atë pikën e fundit që me fitu drejtësia me pas qëtësi edhe Adnani atje.